babe birë punoni në kopësht. Babai pa një gur afër të birit dhe i tha: "Hiqe gurin nga i vend, biri im, sepse aty do të mbjellim një lule të bukur." Me të dëgjuar baban, djaloshi i përveshi mëngët dhe filloi punën, por përkundër përpjekjeve të shumta, nuk arriti që ta lëvizte gurin nga vendi. I lodhur dhe i djersitur, i tha të atit: "Babi, nuk mund ta bëj, guri është shumë i rëndë." "Përpiqu sërish," i tha babai. "Përdori të gjitha mënyrat tuaja për të larguar gurin nga i vend." Djaloshi u përpoq sërish duke i përdorur të gjitha mënyrat që kishte, por megjithatë, nuk kishte forcë të largonte gurin nga vendi. Pas të gjitha përpjekjeve, djaloshi u demoralizua dhe filloi të qaj. Duke dëgjuar djalin e tij duke qarë, i ati erdhi me vrap, ul pranë tij dhe i tha: "Se po qan, ti mund ta lëvizësh atë gur. Të thash të përdorësh të gjitha mënyrat për ta lëvizur atë gur, apo jo?" "E bëra. Babi u përpoqja ta hiqja atë gur, por nuk mund ta bëja," i tha djali me një shikim të trishtuar. "Por ti nuk i përdore të gjitha mënyrat. Më ke harruar mua, i dashur. Pasi kishe nevojë për ndihmë, pse nuk më përfshive edhe mua në mënyrat tuaja," i tha babai. Me të dëgjuar këtë fjalin kurajuse, djaloshi u ngrit dhe tani me ndihmën e babait të tij, me lehtësi e largoi gurin e madh nga vendi i tij. Jeta jon i ngjason këtij tregimi. Kur dështojmë në betejat e jetës dhe ndihemi të dëshpëruar, nuk duhet të harrojmë se ne nuk jemi vetëm. Në jetën tonë ekzistojnë edhe të tjerë. Në fakt, kjo është esenca e ekzistencës së tyre, të na ndihmojnë atëherë kur vetëm nuk ja dalim dot. Përse të mos jemi optimist? A mos ka thënë ndokush se optimizmi është i ndaluar? Apo mos ndokush guxon të thotë se sot nuk ka vend për optimizëm? Që kur pikëllimi, ankthi e verdhësia e fytyrës janë bërë shenjë e pandashme e muslimanit. Kush ka thënë? A kush do të pretendonte se fytyra e ngrysur është shenjë e imanit? A ka kush brengoset më shumë për pasuesit e tij se sa vetë i dërguari i Allahut? E si pra, ai buzëqeshte, madje edhe qeshte, gëzoi, bënte shaka e luante me shokët e tij, kurse gjendja e tyre materiale nuk krahasohej me persianët dhe romakët, perandoritë të cilave konsideroheshin dy superfuqitë asaj kohe. Bile kjo gjendje shoqëronte të dërguarin e Allahut gjatë gjithë jetës së tij, me gjithë ato luftra edhe torturime që i përjetonin muslimanët. Nëse kjo nënkupton diçka, do të nënkuptonte se që ndikim të madh ka optimizmi në jetën e besimtarit, por jo optimizmi i barkmëndhënjve, të cilët hanë, pinë, qeshin e luajnë gjatë gjithë kohës pa bërë asnjë punë të dobishme. I tilli nuk është gjë tjetër vetëm se i mashtruar dhe të veçel. Jo, optimizmi atyre të cilët mëkatojnë ditën natë, saqë të mbushet mendja se janë krijuar vetëm për loje, shfryrje e epshesh. Madje pas gjithë kësaj thonë: Allahu është falës i madh. As optimizmi atyre të cilët e kalojnë kohën në hije pemësh, edhe pastaj thonë: vërtet, ndihma e Allahut është afër. Optimizmi i kërkuar është ai kur muslimani punon pa ndërprerje e nuk pushon. Atëherë kur bën projekte dhe i realizon, kur mëson, e atë që e ka mësuar e praktikon. Vetëm pas gjithë këtij mundi, ai ka me se të gëzohet edhe ka çfarë shpreson. Muslimani i tillë qesh edhe gëzohet, por asnjëherë nuk e zbraz kokën nga preokupimet edhe detyrimet. Bën shaka dhe luan, por asnjëherë nuk i harron obligimet me të cilat është i ngarkuar. Ati goja i buzëqesh, fytyrën e ka plot shende verë, edhe pse në zemrën e tij rënkojnë më se 1000 plag. Ai është i qetë e i heshtur, ndonse në zemrën e tij flasin më se 1000 plag. Optimistin e tillë kur e sheh në adhurime dhe punë të hajrit, të duket se nuk ka angazhim tjetër përpos tyre. Kur e sheh se sa lodhet dhe sa mundohet, të duket se të gjitha punët e umetit i kanë mbi kokë. Madje edhe pas gjithë kësaj sakrifice, ai vazhdimisht e ul dhe kritikon veten. Ai shumë kërkon prej saj, prej vetes, sa detyrohesh ta mëshirosh, edhe t'i japësh kohë për qetësi dhe reati, duke harruar se ai nuk qetësohet ndryshe, vetëm se në gjendjen që është. E përse të mos jetë optimist, kur e vërteta që ai bart është shtytësi kryesor i optimizmit, pas së cilës çdo gjë është asgjë. Amaneti që mban mi supe e bën më të fortë se toka dhe kodrat, të cilat nuk pranuan ta mbajnë atë. Shpërblimin që do ta arrijë, jo vetëm gjini që nuk ja di fundin, por asnjë njeri. Po qëse dikush do të lidhte ndonjë kontratë pune me ndonjë agjenci botërore për ndonjë rrogë marramëndse, me siguri se do të ndihej i privilegjuar dhe do të përjetonte gëzim të paharruar, e cila do të ishte gjendja e atij që ka bërë kontratë me krijuesin e çdo gjëje.
paga e së cilës është xheneti, gjerësia e të cilit është më e madhe se sa qiejt edhe toka, ku do t'jetë përgjithmonë. Si të mos gëzohet ai që bën tregti me krijuesin, si të mos i qesh fytyra atij që për çdo ditë nuhat aromë të luleve e trëndafilave, e si të mos jeti lumtur ai, të cilit lumturia i troket në zemrën e tij çdo minutë e çast. Optimist, sepse asnjëherë nuk ndihet i vetmuar, nga që është në shërbim të së vërtetës, e ai i cili i shërben asaj është në mbrojtjen e Allahut. E ai që është me Allahun nuk ka nevojë për dikë tjetër. Ai çdo herë ka parasysh se Allahu nuk do ta humb e nuk do ta përul. Andaj, pas çdo vështirësie e pret lehtësimin. Pas çdo pengese e shes zgjidhjen. Pas çdo terri e shes dritën. Ai nuk e humb shpresën, sepse shpreson në Allah, edhe kjo i mjafton. Për të burgu është më i gjerë se bota. Izolimi është veçim me Allahun. Prangosja është liri dhe çlodhje, ndërsa injorimi nga njerëzit është ngritje dhe privilegj. Atij edhe gremina i duket fushë e gjelbëruar, edhe në fund të saj e sheh rrugën duke ndriçuar. Ai është optimist, edhe nëse dallgët e kanë dërguar në buzë të greminës, sepse pikërisht aty e sheh optimizmin e premtuar.